Kandidati në listën e sigurt të Partisë Demokratike Bledion Allbati dhe vëllai i tij Altin Allbati, njohur si Duçja, janë përfshirë në një konflikt për motive të dobta me një shofer kamioni. Policia në njoftimin e saj bën me dije se është arrestuar vëllai i kandidatit për deputet për veprat penale, dëmtime të tjera me dashje, prishje qetësisë publike dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Gjatë kthyrjes së pamjeve filmike në afërsitë të rreth rrotullimit të Mirasit në qytetin e Bilishtit, Altin Allbati ka ndaluar automjeti me të cilin loviste bashkë me vëllain e tij, deputet dhe kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit, duke penguar qarkullimin e automjeteve që lëviznin në këtë aks rrugor. Altin Allbati ka dalë nga makina dhe ka debatuar verbalisht me një drejtues kamioni dhe më pas ka tentuar ta zbresë atë me forcë e ta qelloi me grushte, si dhe ta ofendoi duke kryer veprime të pahishme në publik. Në këtë konflikt është përfshirë edhe vëllai i tij, deputeti Bledion Allbati, ku fillimisht ka tentuar të qetësojë situatën, por më pas, bazuar në pamjet filmike, kanë tentuar të zbresë me forcë drejtuesin e kamionit. Ndërkohë, mësosje në deklarimet e bëra në polici, deputeti së bashku me vëllain e tij janë shprehur se kamioni ishte me shpejtësi dhe mund të kishte goditur nga pas.